Natyra e ruajtur, burimet shëruese dhe çmimet e favorshme janë arsyet kryesore që Banja e Sjarinës tërheq një numër të madh vizitorësh gjatë gjithë vitit. E vendosur rreth 10 kilometra nga Medvexha, kjo banjë mbetet një nga pasuritë më të mëdha natyrore dhe turistike të kësaj ane. Medvexha njihet veçanërisht me banjën e Sjarinës, të quajtur edhe gejzer, e cila numëron rreth 18 burime minerale me veti shëruese. Përveç saj, kjo zonë shquhet edhe për bukuritë e fshatit Tupall, monumentet historike e kulturore, veshjen tradicionale të grave medvexhaze, si dhe për shumë gjurmë shqiptare që nuk I ka shlyer as koha e lërëm shteti. Banja e Sjarinës mbetet krenari jo vetëm për Medvexhan, por edhe një atraksion I rëndësishëm turistik për mbar rajonin. Ajo vazhdon të jetë destinacion I preferuar veçanërisht për turistët nga Kosova, të cilët e vizitojnë gjatë 4 stineve të vitit. Dikur komunë me shumicë shqiptare dhe me kryetar shqiptar, sot Banja e Sjarinës ka një numër shumë të vogël banorësh, kryesisht të moshuar shqiptar dhe serb. Megjithatë, pavarësisht ndryshimeve demografike, ajo vazhdon të jetë pika kryesore turistike e Medvexhës, duke pritur vizitor nga vende të ndryshme me theks të veçantë nga Kosova. Banja e Sjarinës mbetet simbol I qëndrueshmërisë, pasurisë natyrore dhe identitetit kulturor të kësaj treve.